diskutimi nismës për lidhjen e marrëveshjes Kornis për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes ndërmjet Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Departamenti i Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes mbi bazën e objektiveve dhe planifikimeve strategjike për bashkëpunim me shtetet aleate e në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka iniciuar lidhjen e marrëveshjes Kornis. Me këtë marrëveshje, Republika e Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës angazhohen në avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes si planifikimi i mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike, si dhe ngritje e kapaciteteve strategjike ushtarake. E ftoj Ministrin e Mbrojtjes, Zotëria Jop Maqedoncën, që ta marrë fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra dhe zëvendës ministra. Ministria e Mbrojtjes mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike në bashkëpunim me shtetet aleate, në koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka iniciuar lidhjen e marrëveshjes Kornis për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Departamenti i Mbrojtjes. Qëllimi i kësaj marrëveshje është që të dy palët të angazhohemi në avancimin e bashkëpunimit në fushat e mbrojtjes si planifikimi i mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike dhe ngritje të kapaciteteve strategjike ushtarake. Një hap i tillë i bashkëpunimit është ndërmarrë në përputhje me qëllimet e integrimit më të gjerë euroatlantik, frenimit të kërcënimeve për sigurinë, rritjen e ndërveprueshmërisë, gjithmonë duke u mbështetur në partneritetin e fortë ekzistues në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në mënyrë që kjo marrëveshje të finalizohet në përputhje me dispozitat e ligjit për marrëveshjen ndërkombëtare, kërkojmë miratimin në parim të nismës për lidhjen e kësaj marrëveshje ndërshtetërore. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Faleminderit Ministër Maqedoncë, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.